Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formul. Shkak është një angazhim personal. Java fillon për ju me udhkryq. Diçka në jetën tuaj kërkon një zgjedhje. Nuk është një situatë e vogël apo kalimtare. Është një moment ku ju ndjeni se duhet të vendosni drejtimin. Mund të jetë një vendim praktik, një zgjedhje mes dy mundësive ose një dilemë për atë që është më e dobishme për ju. Në këtë pikë shfaqet karta e peshqve dhe energjia e javës lidhet me interesin material, përfitimin, burimet ose stabilitetin financiar. Mund të ketë një mundësi që duket premtuese, një plan që lidhet me para ose një situatë ku ju mendoni për sigurinë tuaj materiale dhe për atë që ju sjell më shumë stabilitet. Por ndërsa situata duket sikur mund të ecë përpara, shfaqet mali. Dhe kjo është pika ku rrjedha ndalet. Mali simbolizon pengesë, një mur ose një vonesë, diçka që pritej të lëvizte përpara nuk ecën siç mendohej. Mund të jetë një refuzim, një situatë që bllokohet ose një person që bëhet i ftohtë ose i pa arritshëm. Energjia këtu është e qartë, rruga që dukej e hapur nuk është aq e lehtë sa dukej. Pas kësaj pengese shfaqet fëmia. Dhe kjo kartë tregon se nga situata lind një fillim i ri, por jo një fillim i madh apo i sigurt menjëherë. Është diçka e vogël, e brisht, një ide, një drejtim i ri ose një mundësi që sapo fillon të marrë formë. Mund të mos duket aq e rëndësishme në fillim, por ajo hap një rrugë tjetër. Më pas vjen pema dhe kjo kartë sjell mesazhin e rrënjve, stabilitetit dhe kohës. Ajo që fillon tani nuk është diçka që rritet menjëherë, është diçka që kërkon durim dhe kohë për t'u zhvilluar. Megjithatë, kjo kartë tregon potencial për qëndrueshmëri dhe rritje të vërtetë nëse ushqehet me kujdes. Ndërkohë situata nuk është plotësisht e qetë, sepse shfaqet karta e zogjve. Dhe zogjt simbolizojnë biseda, komunikim dhe shqetësim psikologjik. Mund të ketë shumë diskutime, telefonata, mesazhe ose mendime që ju mbajnë të tensionuar. Mund të ndiheni sikur po mendoni shumë për atë që ndodhi ose për atë që duhet të bëni më pas. Në fund të rreshtit shfaqet karta e minjve. Dhe kjo tregon lodhje ose konsumim të energjisë. Kjo nuk është një krizë e madhe, por një ndjenjë që diçka ju ka lodhur psikologjikisht. Mendimet, bisedat ose shqetësimi për situatën mund të krijojnë ndjesinë se energjia juaj po shtjeron pak e nga pak. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle që është refuzim. Dhe kjo kartë konfirmon se gjatë kësaj jave mund të ketë një moment ku një mundësi nuk realizohet, një kërkesë nuk pranohet ose një situatë nuk zhvillohet siç pritej. Megjithatë, kjo kartë nuk tregon vetëm zhgënjim, ajo sugjeron që refuzimi shërben për të ndryshuar drejtimin. Pra, ju përballeni me një zgjedhje që lidhet me interes material ose stabilitet. Një rrugë që duket e dobishme has një pengesë dhe nuk ecën përpara. Kjo pengesë krijon ndjenjën e refuzimit ose zhgënjimit. Megjithatë, pikërisht nga kjo situatë lind një mundësi tjetër, më e vogël, por që mund të zhvillohet me kohë në diçka më të qëndrueshme. Ose mund të bëhet fjalë për një fëmijë në këtë proces. Pra, e gjithë kjo situatë mund të sjellë shumë mendime dhe pak lodhje psikologjike, por gjithashtu ju orienton drejt një drejtimi të ri. Mesazhi që del nga e gjithë përhapja është se nga kjo narrativ, çdo rrugë që duket fitimprurse është ajo që duhet të ndiqni. Ndonjëherë një pengesë ose një refuzim nuk është humbje, por mënyra se si jeta ose Zoti ju orienton drejt një rruge tjetër që mund të jetë
më e qëndrueshme në afat të gjatë. Paçim.